Shëndeti oral është pjesë thelbësore e shëndetit të përgjithshëm, por shpesh i neglizhuar. Higjiena mirë orale nuk ndikon vetëm në mbajtjen e dhëmbëve dhe mishrave të shëndetshëm, por parandalon edhe probleme të ndryshme shëndetësore. Kështu bëri të ditur stomatologu Krenar Gjara në ditën botërore të shëndetit oral. Gabimet kryesore mendoj janë qysh nga promovimi i mirëmbajtjes së shëndetit oral, i cili duhet të organizohet me kontrolla periodike, qoftë mjeku familjar ose te dentisti, nga institucionet shkollore, institucionet private publike. Gjithashtu këshillat duhen të jetë të qarta, të cilat kanë efekt të mirë në shëndetin oral. Shëndeti oral shumë herë ka të bëjë me shëndetin e përgjithshëm, qoftë ai direkt ose indirekt, tha mes tjerash stomatologu Gjara. Shëndeti oral ka të bëjë direkt ose indirekt në shëndetin e përgjithshëm, duke përfshirë disa mënyra. Në shumicën e rasteve ndodh vetëm kur lihet te neglizhenca shumë e madhe. Përndryshe, evitimi bëhet me kontrollat të cilat mundsohen që periodike. E teksa jemi te shëndeti oral, doktori Gjara theksoi se te fëmijët është e rëndësishme të përdoren brushat adekuate dhe jo vetëm. Duhet të fillojë qysh nga edukimi, te cilët duhet të zgjidhet brusha, pasta të dhëmbëve që janë adekuate për fëmijë, të cilat përmbajnë edhe suplementet e florit që është e domosdoshme për një dhëmb të shëndetshëm. Një tjetër faktor i rëndësishëm për shëndetin oral është ushqimi. Konsumimi i tepërt i sheqerit dhe pijeve të gazuara mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve dhe të shkaktojë prishje, tha mes tjerash stomatologu Gjara.